A ka fuqi Kosova të fus 5% GDP-s në forcat armatosura? Edhe po ta fus. E fusim ne, përmbushim në kriterin e NATO sepse duhet. Por, cili do t'jetë efekti i një bugjeti prej sa është sot, i tërë shtetit, 5% në ato forca, sa do t'jetë efekti zhvillimor dhe sa forca do t'kemi. Po të analizojmë këto çfarë kemi sot, çka është kontributi jon në paqen në botë dhe si mund ta bëjmë atë, se çka është dhe sa është vetëm kursin krijimit kapaciteteve që i shërbejnë vetëm misionit amerikan. Nëse të ka thonë zhvillom kapacitete për mbështetje të paqes në botë, se këtë fushë ka mbuluar të operacione ndërkombëtare gjatë projektit Forcat Armatosura. Thot, krijoi kapacitetet për mbështetjen e operacioneve të paqes në botë. Çka përfshin ato? Kryesisht janë karakterit humanitar. Ka vendosja komi shpërndarje ndihme, tërheq kërkim shpëtimi në gërmadha, në ujëra, në male, ku ta diune, mbështetje medicinale, oficer shtabur, kem oficer të jashtëzakonshëm, kem oficer që zonë vendet para në Spanjë në botë, ata shkojnë oficer në shtabe operacionale. Po, në të gjitha këto më duhen ka segmente nga ty. Nuk pret nga ne me pas B2-shat, se na kushton me shit Kosovës, një marrim një, po ndoshta një marrim. Një marrim, ndoshta vështi këtë buxhetin vjetor. Nuk pret nga ne me Bomarinsa, as Rëngjera, si ka. As Leoparde, i ka. As F-622, i ka. Pra nga ne pret me bo atë çka ajo s'mund të merret me te. Dhe Kosova duhet i bëj këto dhe prapi kthej kjo është një. Vetëm aleancat e forta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me aleat tjera, siç e bën marrëveshjen tërpolshme me Kroacinë dhe Shqipërinë, dhe të tjerë mund të jetë me Izraelin, sepse në fushën e kibernetikës janë ofruar. Un kam misi me zotin Izraeli është kundërpunëtor në fushën e sigurisë, që nga pas luta për mes programit të ndryshëm. Lutem, dhe po do të krijohet hapësirë dhe çështje plot. Nuk kem nevojë e falenderoj Trumpin. Jemi mbi një që kemi aleat. Për të është superfuqi, ka armë bërthamore, kapacitet bërthamor dhe ju lutem, Kosova e ka shansin ideal që t'jetë një tokë e garantuar e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po vendos komandën e komplet forcave evropiane dhe për Evropë dhe Afrikë, po vendos në Kosovë. Po, në Defender. Po, ju lutem, imagjinojeni çfarë masë sigurie duhet të ekzistojë mbi atë territor ku qëndron. Ajo ishte një mesazh i qartë Serbisë, Iranit, Rus për Kosovë, për Evropën jugore, juglindore. Dhe gjithë atyre që kanë synime, edhe Rusisë që don me rujt protagonizëm këto. Se ky region është pjesë e gjeostrategjisë amerikane, kosovarët duhet të jenë të mençur. Nuk na shërbej neve dalja jashtë kornizave dhe analizës profesionale. Ka një le të urnojnë qeveria jonë, të shkojnë, se shëve nga njerë po kapen të Albini. Nuk është vetëm Albini, nuk di pse po kapen bisht Albini. Qeverisja është punë ekipore. Dhe secili e ka segmentin e vetë përgjithësisë që e bën Albinit të dështueshëm apo të suksesshëm. Shteti nuk reduktohet në kapacitetin e njerëzit. Lutem, sikur tash që po bëjnë me unë kam mërzim u lidh në emra. Pra, duhet të kapte qeveria jonë dhe qeveria jonë duhet të zhvilloj politika të mençura, kurs politik të mençur. Pra, nuk na shërben neve dalja nga një vlerësim ekspertëve amerikanë, është një ekspertizë. Dosja ruhet me Ministrinë e Mbrojtjes. Kam dhënë një draft që që kem qenë pjesë, dhe aty shkruan rruga hap pas hapi. Çdo hap që duhet ta bëjë forca e Kosovës dhe qeveria e Kosovës për ndërtimin e kapaciteteve që e bëjnë interoperabil, të ndërveprueshëm dhe pjesë të operacioneve të mbështetjes paqes në botë, alongside with host nation, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe flamuri jonë me valutë ka flamurit amerikan. Kjo është politika mençur. Politika e tërgimit muskujve nuk i shkon Kosovës.